Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, sot në takimin me studentët e Fakultetit të Mjekësisë, prezantoi programin e tij për arsimin, rinin dhe shëndetësinë. Në fjalën e tij për sistemin shëndetësor shqiptar, ku përmendi dhe eksodin masiv të mjekëve dhe studentëve të mjekësisë, ai tha se vendi është në një rrokullisje që e tajkalon imagjinatën. Në vitin 2013, Shqipëria kishte një mjek për çdo 600 banor, ndërsa sot ka vetëm një për 1100 banor, kur Bashkimi Evropian ka një për 300 deri 350 banor, u shpreh Berisha. Shëndetësia mori goditjet më të rënda 4 vitet e fundit. Egzodi i mjekëve u bë masiv, që 100 ditë të parat të kemi vendosur minimumin jetik, $6.3 euro në ditë. Është i kalkuluar nga ILO dhe avokati i popullit. Kjo është vlera e cila quhet jashtë varfërisë ekstreme. Me këtë paket të 200 eurove për çdo pensionist, për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo student me bursë, për çdo fëmijë jetim me një prind, ne përjashtojmë varfërinë ekstreme nga Shqipëria. Në vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk ka varfëri ekstreme. Pse nuk ka? Sepse japin, sepse disbursojnë para dhe u garantojnë sipas nivelit, se cili vend garanton një pagë në të cilën nuk merr asnjë qytetar. Projekti ynë i Shqipërisë madhështore parashikon një transformim tërësor të arsimit dhe të shëndetësisë. Ne vendosëm që 100 ditë të parat të kemi vendosur minimumin jetik, $6.3 euro në ditë. Është i kalkuluar nga ILO dhe avokati i popullit. Kjo është vlera e cila quhet jashtë varfërisë ekstreme. Varfëri është, por jo ekstreme, se ekstremi është ajo që nuk të garanton as minimumin jetik. Berisha foli gjithashtu edhe për rritjen e varfërisë, mungesën e ushqimit, pensionet e ulta, arritjen galopante të çmimeve dhe vështirësitë ekonomike të pensionistëve. Ai e mbylli takimin me një thirrje për studentët që të jenë pjesë e ndryshimit dhe e cilësoj rinin shqiptare si potencialin më të madh për të ndërtuar një Shqipëri më të drejtë dhe më humane.